Të nderuar teleshikues, na rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës, ashtu siç jeni duke ndjekur edhe nëpërmjet fleshit informativ. Për gjatë minutave në vijim do të ndalemi dhe do të flasim se rreko ngjarjes së rëndë të regjistruar në Gjirokastër, aty ku një 15 vjeçar është vetvarur I mituri me iniciale VP është gjetur në banesë nga familjarët e tij, të cilët e kanë dërguar edhe në ambientet e spitalit pa shenjë jete rreth orës 13:30 të 20 prillit. Teksa ajo e cila e bën edhe më të rëndë këtë ngjarje është fakti që I mituri ishte nxënës I gjimnazit Siri Shaplo në qytetin e Gjirokastrës, I së njëjtës shkollë, aty ku studionte edhe 17 vjeçarja Irsa Muçollari e vetvrar po ashtu 2 muaj më parë. Tashmë prokuroria e Gjirokastrës ka nisur hetimet edhe për vetvrasjen e 15 vjeçarit me iniciale VP dhe sipas informacioneve më të fundit të mbërritura aktualisht nuk ka pistë e cila lidhet me bullizmin kundrejt të ndjerit tashmë 15 vjeçarit me iniciale VP. Ndërkohë është nga ato ngjarje e cila lidhet patjetër edhe me ato se çfarë ka ndodhur vetëm 2 muaj më parë me vetvrasjen e 17 vjeçares Irsa Muçollari, nxënëse e po të njëjtës shkolle, po të njëjtit gjimnaz, madje edhe po të njëjtës klasë, një ngjarje e cila ende mbetet e pasbardhur. Çfarë po ndodh me rinin shqiptare, çfarë po ndodh me fëmijët tanë, çfarë po ndodh me të miturit, kush organ mban përgjegjësi të plotë për këto jetë të humbura, cilët janë shkaktarët kryesorë të asaj se çfarë është duke ndodhur aktualisht me shoqërinë shqiptare dhe me rinin shqiptare. Do të kemi mundësi të diskutojmë për gjatë minutave në vijim me mikun e hapësirave tona, juristin Sevin Serjani. Sevin, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Unë shpresoj gjithmonë që ne të flasim për gjëra jo të tilla, për ngjarje jo kaq tronditse, teksa kam përshtypjen nga minuti në minutë, nga ora në orë që ngjarja do të thellohet, por le të shpresojmë që të shërbejë si këmbën alarmi që prindrit, institucionet arsimore, psikologët dhe çdo organ tjetër t'i kthejë syt nga këta të rinj të cilët duket sikur e kanë një problem. Ndërkohë unë kam disa informacione dhe detaje të tjera shtesë se lëkon kësaj ngjarje, por fillimisht marr opinionin tënd në momentin kur je njohur me këtë ngjarje tronditse. Hajde një herë fillimisht dua ti shpreh dëshmimet e mia familjes, por unë vjen e madhe që ka pasur me vrasjen e 15 vjeçarit. Problemi që ndron që kur diçka përsëritet kaq shumë, atëherë është një problem I cili nuk është I kufizuar tek një rast, por është një diçka e cila është e përsëritur tashmë vetëm në hartin kohor prej 2 muajve në të njëjtën shkollë kemi 2 episode të tilla, të cilët janë vërtet këmbën alarmi. Do të thosha që fillimisht shoqëria shqiptare tashmë po përballet me një sfidë shumë herë më të madhe, e cila është bullizmi jo si keq interpretohet zakonisht nëpër mediat shqiptare, duke kaluar dhe kanalizuar çdo gjë në bullizëm. Kjo lloj elementi e ka zhvlerësuar dëmin real që shkakton bullizmi, por ne duhet të flasim konkretisht se çfarë është bullizmi dhe si shkaktohet kjo dhe si mund të parandalohet kjo lloj gjëje. Normalisht duhet të jemi të sinqert që ndonjëherë institucionet edhe më të zhvilluara në shtetet europiane ose në Amerikë ndonjëherë ndodhen të pafuqishme, por problemi I institucioneve shqiptare është ajo që ne kemi përsëritur albi në studion tënde, pothuajse rast pas rasti kur ka pasur Po, kemi diskutuar një sër çështjesh shumë tronditse, se vjen duket sikur nuk ndalemi dhe nuk largohemi dot nga këto ngjarje. Edhe unë atë doja të përmendja që elementi që ndron që neve po promovojmë antivlerat. Dhe në momentin që ne promovojmë këto antivlera, ne si shtet, si shoqëri, gjitha instancat jemi duke futur njeriu në një konflikt fillimisht me veten dhe pastaj me shoqërinë. Dhe kjo është le të themi këmbana e alarmit. Tani
normalisht që këto janë raste të cilat unë e përmenda më përpara, institucionet janë vetëm të pafuqishme. Por problemi i institucioneve shqiptare është promovimi i këtyre antivlerave. Ma kupton, domethënë ideja që ndron nuk duhet jo me pjesën e idenë që duhet gjejmë se s'bën një fajtor, por me idenë që duhet të ndërgjegjësojmë të gjithë hierarkinë institucionale, por ama edhe të gjithë qytetarët dhe të gjithë shoqërinë tonë për këtë gjë, sepse aktualisht bullizmi është bërë shumë hiperaktiv në sensin e fjalës që ti rrjetet sociale, mediat sociale bëjnë shumë herë më të lehtë që ti të bëhesh meme. Dhe fakti që ti bëhesh meme ose fakti kjo diversitetit që ka midis shtresave, pra në qoftë se ti promovon veshjen me etiketa dhe të firmave që kushtojnë dhe ti nuk jep vërtet vlerat njerëzore ti paraqesesh këto. Dhe këtu absolutisht ndikojnë çdo gjë, ndikojnë media, ndikojnë mënyra se si ne i rrisim fëmijët, ndikojmë sakrifica e prindërve, jati i zotrisë, i fëmijës ishte një marinar i cili ishte në cepin tjetër të botës për të siguruar një të ardhmë për fëmijët e tij. Ma kupton? Mirë, po kjo sakrifica nuk vlerësohet. Tu vlerësohet kush ka makinën e fortë, kush ka makinën e bukur, kush ka veshje me firmato, dhe këto janë disa vlera që edhe nëse në konflikt të fëmijën njeriu vetvete. Dhe më i dopti bie pre pastaj e bullizimit, bie pre e shumë le të themi normalisht bullizimi ka qenë në çdo periudhë. Edhe në periudhën time kur unë kam qenë adoleshent, absolutisht që ka pas bullizim, por ka qenë më i kontrollueshëm. Tani i ka marrë për masa të çuditshme dhe pikërisht kjo është dhe këmbana që unë dua që të përmend në këtë studio, që do të kthejmë syt nga e ardhmja, do të kthejmë syt nga rritja e fëmijëve, jo vetëm si peshë e familjes, por si një ndërgjegje kombëtare. Sevin, të thash pak më herët që dua të ndalem në disa detaje që kam arritur t'i mbledh në bazë të informacioneve të ndryshme, detajet e cilat nuk i kam të sigurta, por gjithsesi kam përshtypjen ja vlen që të diskutohet. Prokuroria ka dalë në verdiktin që në këtë ngjarje, në vetvrasjen e 15 vjeçarit të shmëtëndjerit, nuk ka qenë shkak bullizmi. Ndërkohë, nga ana tjetër, sipas një dëshmie apo një reagimi apo qoftë edhe një rrëfimi të së dashurës së 15 vjeçarit, kjo e fundit thot se arsyeja pse Vini ka kryer vetvrasjen nuk ka qenë fare bullizmi, kanë qenë problemet familjare. Unë jam e dashura e tij dhe Vini ka folur hapur me mua për çdo gjë. Pra, sipas saj, Vini kishte kohë që planifikonte aktin vetfliues, ka patur probleme familjare dhe kishte kohë që e planifikonte vetflimin e tij. Jam munduar shumë që t'i ndryshoj mendjen, por ka qenë e pamundur, thekson e dashura. E dashura është prezantuar, se nuk e di tani, e 15 vjeçarit të ndjer. Tashmë ka informacione që 15 vjeçari është trajtuar edhe nga psikologja e shkollës, e cila ka zhvilluar disa seansa me të miturin dhe në dëshminë edhe për policinë e Gjirokastrës, psikologja ka rrëfyer detaje nga konsultimet që ka patur me nxënësin. Pra, në këtë rast nuk kemi bullizmin, por kemi problemet familjare të cilat kanë ndikuar për keq në psikologjinë e këtij të mituri, i cili ka vendosur që t'i jap fund jetës. Albi, normalisht që informacionet janë është haki u shputër kohor dhe normalisht informacionet janë të ndryshme. Nëpër media unë kam dëgjuar që fritej për bullizmin. Në ana tjetër fritej që vërtet kishte pasur trajtim ke psikologja e shkollës, edhe kishte folur madje jo vetëm shoqja e tij, por edhe shoku i tij i ngushtë, i cili e kishte shprehur një shqetësim të tillë. Dhe prandaj ndonjëherë ne bijem në konfliktet e informacionit të pafiltruar 100%, por gjithsesi absolutisht që ne nuk kemi këtë rast në brenda një shkolle, kemi një rast tjetër. Ma kupton? Dhe rasti tjetër ka një është vërtetuar që ka qenë bullizmi. Thash edhe një herë, këto janë raste të cilat shpesh institucionet veten të pafuqishme
por kjo nuk do të thotë që ato nuk kanë përgjegjësinë e tyre. Por gjithashtu edhe shoqëria, pra ne duhet të hedhim syt në këtë botë që ka një ritëm shumë herë më të madh, ka një ritëm shumë të shpejtë. Dhe normalisht familja është ajo që preket më së shumti. Mos harrojmë që nga informacionet e mia është që Jati është marinar, pra ka një punë goxha të vështirë dhe një periudhë shumë të gjatë larg familjes, dhe normalisht familja shqiptare pritet nga kjo lloj mungese si efekt i ekonomisë apo për një jetë më të mirë. Normalisht, thash edhe një herë, informacioni mund të jetë i shumë arshëm dhe normalisht po mund të ndryshojnë, por thelbi qëndron që ne duhet të heqim syt nga familja, ta forcojmë atë, ta ndihmojmë atë. Sot rritja e një fëmie nuk është si në kohët që janë rritur prindërit tanë, po themi kur varesh në qeles, por sfidat janë shumë herë më të mëdha. Sfidat kanë filluar që kur Shqipëria pati tranzicionin e parë dhe viteve 90-2000, që nuk janë të njëjta me sfidat që sot rinja ka, ose që sot të rinj edhe në moshë minorene kanë. Kështu që normalisht thash, familja ka rolin kryesor në mbarvajtje, në formimin e njeriu, por sa japim ne akses familjes që të ketë atë lirshmërinë për ta ndërtuar të ardhmen sipas modelit të saj. Dhe këtu është edhe problemi tjetër i cili ndonjëherë ha një diskutim shumë të gjatë. Nuk dua të pajsoj familjen në mënyrë absolute. Problemet në familje zakonisht janë të shpeshta sepse konfliktet qëndrojnë, por duhet ta shikojnë familjen jo si një barë, por si një përgjegjësi në këtë rast. Dhe derisa të filtrohen të gjithë informacionet, le ta harmoniojnë me këto dy pista. E qartë, jemi të tronditur patjetër se vinë se janë ngjarje që vërtet të trondisin, janë ngjarje që vërtet të bëjnë të ngresh alarmin e madh për mënyrën se si është duke u trajtuar shoqëria apo qoftë edhe rinia shqiptare. Ndërkohë s'kan kaluar 2 muaj nga vetvrasja e 17 vjeçare së ndjer Irsa Muçollari, e cila ishte nxënëse e po të njëjtës shkollë. Dhe kjo e fundit është i gjetur e vetvarur në banesën e saj më 15 shkurt, rreth 2 muaj më parë, teksa sa i takon kësaj ngjarje nuk ka asnjë lloj zhvillimi, pavarësisht se hetimet vijojnë. Tani, në këto momente që ne flasim, kaq kemi mundësi që të punojmë për zbardhjen e këtyre ngjarjeve se vinë, se normalisht dëshmit ekzistojnë dhe të mos jesh i aftë edhe të kontrollosh dhe të mbash nën kontroll një të mitur, më pas imagjino se çfarë bëhet për ngjarje të tjera. Atëre, këtu kemi një pikë të paktën nga informacionet që kemi, që njeriu e ka shprehur të fakt dhe mos nuk e di se sa është vlerësuar nga psikologët ky moment, ose kjo mënyrë të menduarit. Nuk e di se sa është vlerësuar nga shkolla, nuk e di se sa është vlerësuar nga nxënësit e klasës, nga stafi pedagogjik. Dhe normalisht një hetim duhet të jetë gjithë përfshirës, duke përfshirë edhe këto elemente që unë përmenda, dhe përfshirë edhe familjen, nuk diskutohet, por duhet të shikojmë edhe një herë përtej duhet jemi neve si shoqëri, me gjithë komponentët që përbëjnë shoqëri, pra si ajo që nënkuptohet ana institucionale e qeverisë se orientuese drejtuese, por edhe ana e zhvillimit të qytetarëve të gjithë, që në fund fundit bëjnë atë që thuhet polis ose që bëjnë shoqëri, që nënkuptohet shoqëria. Pra, dhe këto dy elementë duhet bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Në momentin e parë që është një sfidë ndryshe për të rinj. Domethënë ne kemi një ekstremis midis dy klasave. Është të shuar klasa e mesme. Kemi sepse shpesh herë konfliktet brenda familjes
vijnë nga nevoja e nga mundësia e kufizuar e cili do prej nesh. Dhe nevoja është pompuar jashtëzakonisht shumë. Pikërisht me ato elemente që unë përmenda, që është stimulimi të fortit, veshja me brende, veshja dhe zakonisht këto janë jo vetëm kohë. Po mirë se vinë se unë dua të vazhdoj t'i më shoj faktit të kontrollit të një të mituri. Në momentin kur i mituri është shprehur haptazi me psikologen e gjimnazit ku studionte, që ka patur disa probleme të cilat e kanë çuar deri në këtë akt të fundit dhe tragjik, a nuk janë marrë masa të nevojshme të paktën nga autoritetet e shkollës, nga psikologja, për të lajmëruar familja e tij, që më pas familja të bënte kontrollin dhe të diskutonte tet a tet në një farë mënyre me fëmijën? Po pra. Se kjo është e çuditshmja. Tani, ky është një ngjarje paralajmëruar. Dhe një ngjarje paralajmëruar dhe nuk e ndaluam dot. Pikërisht. Dhe derisa është e tillë, normalisht që këtu ka një fajtor. Pra, ka një fajtor përtej vullnetit ose përtej pamundësisë së të riut për të vazhduar jetën. Ky fajtori në këto momente që ne flasim është çik i vështirë për të ngritur gishtin. Absolutisht. Shikoj, mos harroni diçka, që ne pra pikërisht në studion ne kemi folur që është degraduar sistemi arsimor pikërisht sepse janë vendosur militant. Dhe duke vendosur militant, duke anashkaluar profesionist, duke i marrë këto profesionist dhe të mbullosh Europën me profesionistët tanë, normalisht që ti nuk do kesh eficiencë jo vetëm në parandalimin, por në çdo fushë, në çdo hallë të sistemit arsimor. Ma kupton? Dhe problemi që ndron, domethënë sa seriozisht e ka marrë psikologja këtë të mban alarm. Sa seriozisht e ka marrë stafi pedagogjik. A janë këta profesionistë për të shërbyer vërtet shoqërisë duke ndërtuar një brezë të mirë, apo janë vendosur për të marrë atë rrogën, të cilët nuk i blen asnjërit ajo rrogë. Ajo rrogë 600.000 lekë, të cilët ti vetëm bazikën e bukës mund të sigurosh dhe nuk mund të sigurosh asnjë lloj gjëje tjetër. Dhe ti të bëhesh shpejt. Dhe të bëhesh shpejt se jam i revoltuar, kërkoj një pjesë mbasi zëri është çik i lartë, po të bëhesh shpejt i kësaj rroge, duke dëmtuar jo vetëm tënde, që e të fut në letargji, po dëmton të gjithë shoqërinë shqiptare. Atëherë turpi i qoftë atyre që e bëjnë këtë gjë, të cilët nuk kanë mëshirë, jo vetëm për veten e tyre, pas për të ardhmen e fëmijëve të tyre, që të 600.000 lekë ti nuk ke asnjë mundësi të arrisësh fëmijën tënd. Por ti e përgatit për ta çuar rrugëve të botës. Dhe faji është i atyre që kanë planuar ti nënshtrohen çfarë lloj gjëje, çfarë lloj presioni, të mbyllin gojën, të mos fal se duhet të prek një gjë që mbasi s'është referuar temës, por ne kishim raste para 2 muajsh, 3 muajsh në një media tjetër shqiptare, e cila u folë që mjekët heshin dhe në mungesë të ilaçeve. Pra, domethënë ata heshin sepse kishin atë rrogë. Sepse duhet të revoltohesh ata të parë që unë nuk e marr për sipër mjekimi sepse mungon kjo. Dhe e njëjta gjë, e njëjta për llogaritë ose e njëjta logjikë që funksionon edhe në arsim. Çfarë provojnë neve? Çfarë klase po provojnë neve? Pastaj funksionon sistemi. Ma kupton? Sepse funksionimi i sistemit, sado i perfekt të jetë, në qoftë se këta janë të vendosur njerëz të cilët nuk e kanë aftësinë profesionale për ta zhvilluar saktë detyrën e tyre, atëherë vendos çfarë lloj sistemi, por ne do përfundojmë po prapë që këto raste të përsëritura tashmë edhe të pafundme. Tani ka një element që duhet, prandaj unë e kapa në 2 prizma.
Po, së bashku me Absolutisht elementin përgjithësi edhe institucionale. mesazhin tënd të fundit se vin. Absolutisht. Mesazhi im i fundit është duhet të parë në jemi dhe në prag zgjedhjeve që thelbi dhe theksi i të dy partive politike kryesore të jetë arsimi, jo vetëm financiarisht, por në të gjithë halkat e sistemit është kalbur. Pra, nuk deri ti vendos aty një psikologe, sa javë, çfarë eksperiencë ka këtë psikologe, sa seriozisht e merr profesionin e vet. Nuk dua ta akuzoj në mënyrë absolute, nuk e njoh dhe nuk e di, janë elemente që i takojnë hetimit dhe në fund fare pastaj del rezultati i hetimeve dhe kush është përgjegjësia e secilit. Dhe prandaj ne duhet të flasim në përgjithësi në këto raste për të parandaluar apo për t'i lënë rasteve të ngjashme që i psikologë të tjerë në shkolla të tjera shqiptare mund të ndeshur ta marrin më seriozisht gjën. Gjithashtu edhe stafi pedagogjik. Duhet ta marrë seriozisht gjën. Nuk është rastësi di. Rastësi është një. Se ne po flasim me numra sikur me qenë, por është e dhimbshme. Është e dhimbshme dhe duhet që këto këmbana e alarmit të krijojnë një situatë dhe një organizim edhe më të saktë referuar sistemit arsimor, sepse në një mënyrë ose tjetër kjo i përket sistemit arsimor, si psikologu në shkollë, si stafi pedagogjik e të gjitha. E qartë. Po se vin, diçka të fundit për ta mbyllur? E fundit për ta mbyllur edhe një herë, këto janë raste shumë të dhimbshme dhe normalisht është e vështirë dhe të ngresh gishtin kundrejt një personi ose një tjetër, apo ta akuzosh familjen, apo ta akuzosh psikologën. Por që sistemi nuk funksionon, është një shprehje që sa do ta pastrosh gotën, në qoftë se uji që ti hedh në gotë është i qelbur, nuk ka rëndësi se sa e pastron gotën. Prandaj është edhe një herë i rikthehen. Duhet të minimizojmë dhe të marrim seriozisht të gjitha rastet që kanë të bëjnë jo vetëm me shprehjen e vetvrasjes, por edhe ku ka bullizim në shkollë, po jo në keq interpretimin që kanë bërë mediat deri më sot, që çdo gjë i quajnë bullizim dhe diskutohet pastaj se sa e rëndë është bullizimi, por të trajtohet me profesionalizëm çdo rast. Dhe jo të mbetet se kishim fal Albi sepse kishim dhe një rast të para përsëritur më përpara në Vlorë, ku pavarësisht ishte një përdorim i një të miture, ku pavarësisht ishte një vit që qarkullonte në institucionet e policisë, në dëdhëmin e policisë së Vlorës, dhe prapa i rast u përsërit, edhe pasi viti, që kishte një këmban alarmi të tillë. Duhet marrë seriozisht. Jeta e shqiptarit nuk është vlerë numrash, nuk është vlerë për një vot, por duhet trajtohet me dinjitet. Dhe kjo është ajo që unë kërkoj nga politika e sotshme dhe ajo që do vi më të ardhmen. Dinjitet për jetën e shqiptarit. Faleminderit Albi dhe kërkoj ndjesë se kam qenë pak i irrituar, por këto raste është më së e kuptueshme se vin. Është më së e kuptueshme sepse jemi në këmban alarmi dhe kjo është pak po e sigurt. Gjithsesi të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News. Faleminderit Albi. Dhe shihemi për lajme të mira. Patjetër, shpresojmë. Mirupafshim. Ne shkëputemi në publicitet.